Armand Duka, aktualisht presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit dhe deri tani kandidati vetëm për këtë post në Asamblenë e Përgjithshme të 16 shkurt 2026, ka prezantuar strategjinë e tij deri në vitin 2030. Ai ka vënë theksin tek infrastruktura, rritja e masivitetit të futbollit dhe miratimi i ligjit të shumëpritur për sponsorizimet. Deri në vitin 2030 synojmë një rritje të mëtejshme 30% të trajnerave të licencuar. Synojmë që të arrijmë një numër futbollistësh të regjistruar djem 26.000 nga 24.078 që janë sot, pavarësisht sfidave demografike me të cilat përballet vendi. Që numri i vajzave të regjistruar të rritet të paktën në 50%. Synojmë të shtojmë 30 deri në 40 fusha të reja futbollit nga projektet e federatës. Nevojat e domosdoshme në rang kombëtar duhet të jenë ndërtimi i 200 fushave të reja futbolli, i cili nuk mund të arrihet nga federata, por kërkon mbështetje të buxhetit shtetit. Numri 1 i futbollit shqiptar në këtë pozicion nga viti 2002 do të kërkojë një tjetër mandat si president me 16 shkurt dhe si kandidati vetëm do të rikonfirmohet nga delegatët. Përveç pozicionit në krye të FSH-s, Armand Duka është edhe zëvendës presidenti UEFA-s, qeverisë së futbollit evropian.